Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, me potenciale me mundësi të jashtëzakonshme, me burime natyrore të mrekullueshme. Po fatkeqësisht 55% e shqiptarëve nuk mbyllin dot muajin. 55% e shqiptarëve nuk i dalin për shpenzimet normale, për jetesë, për shpenzimet e shkollës, për shpenzimet për fëmijët, me energjinë, transportin e çdo shpenzim tjetër të rritur, familjet shqiptare sot janë në vështirësi. Dhe pse ndodh kjo? Kjo sigurisht që ndodh si rezultati politikave të gabuara, i taksave të rritura, i tregut të kapur dhe shumë elementve, por arsyeja kryesore është se sa herë që është dashur të zgjedhë qeverisë në 12 vite, ka zgjedhur për pakicën. Sa herë që ka dashur që të marrë një vendim për të mirën apo të keqen, ka zgjedhur për të keqen. Sa herë që duhej patjetër të mendonte një politikë sociale apo një koncesion, ka zgjedhur koncesionin. Gjithmonë ka menduar për pakicën. Ka menduar për 5% që merr gjithë pasuritë, kundrejt këtij 55% që nuk mbyll dot muajin. Këtë duhet ndryshojmë. Këtë sistemin e kapur dhe këto zgjedhjet e gabuara që e kanë çuar Shqipërinë sot në këtë moment të vështirë.